Policia e Lezhës ka ushtruar kontrolle për nivelin e zhurmëve në zonën turistike të Shëngjinit në vim të masave sensibilizuese në organizuar disa takime informuese me persona fizikë të cilët në veprimtaritë e tyre gjenerojnë zhurmë nga muzika, kryesisht në zonë turistike. Ka nisur gjithashtu zbatimit e tyrave të parashikuar në planin e mase për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Në njoftim bëhet me dije se strukturat e sigurisë publike të drejtorisë vendore të policisë Lezhë në bashkëpunim me të komisariatit të policisë Lezhë gjatë ditëve të fundit, sipas hartëzimit të zonave me ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolle në terren. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zonën turistike të Shëngjinit për verifikimin e respektimit të nivelit kufit të lejuar të zhurmës të përcaktuar në ligj për administrimin e zhurmës në mjedis i ndryshuar. Matjet e realizuara sipas kushteve përcaktuar në procedurën standarde për këtë qëllim kanë rezultuar brenda kufive të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjithëse kanë ushtruar kontrolle për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambient të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Policia e Lezhës seksion se me të angazhuar dhe vendosur për të garantuar një mjedis të qetë të sigurt për banorët dhe vizitorët.